Në studio jam avokatin Kujtim Cakrani, avokat mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Aida kënaqësi. Unë nuk e di nëse ke interes për këto zgjedhje të brenda apo partive, por zbatohet ligji, zbatohet statuti, ke një ide shkurtimisht për mënyrën se si funksionon se demokracia, zbatimi i ligjit duhet është dhe model që nis nga subjektet politike. Rastin konkret kemi Partinë Demokratike. Po themi që nuk kemi interes, padyshim që kemi interes sepse është një shprehje që po sumore ti me politikë do me politika me tyja. Kështu që ne jemi njës që votojmë, jemi njës që jetojmë dhe padyshim që jemi dhe pasoje politika të gabuara të një subjekti që caktuar që vjen në pushtet. Kështu që, shiko, nëse do ta shikojmë nga ana transparencës, demokracisë së brendshme, respektimi i statutit që statuti është kushtetuta e një partie. Patjetër. Shiko, unë mendoj se fryma që ka futur tani Partia Demokratike me shumë të rinj, dhe janë të rinj goxha të talentuar qofshin në fushat e tyre, por edhe në politik, mendoj se ka dhënë një frymarrje Partisë Demokratike, është ajo që thoshim të duhet të hapet Partia Demokratike. E kam për të gjithë strukturën, si qoftë në Këshillin Kombëtar, qoftë në kryesi, po qoftë edhe dje, po ta shikojmë, përveç zotit Noka, të gjithë të tjerët kanë qenë të rinj që kanë kandiduar. Nuk është se kanë qenë njerëz të cilët janë konsumuar në pushtet ose kanë patur pushtet më parë dhe janë konsumuar. Kështu që do ta shikojmë në këtë pozitivitet, sepse kur pala tjetër nuk bën asgjë dhe nuk bën asgjë që është edhe në pushtet, që ka edhe mundësitë më shumë, padyshim që kjo ka qenë pozitive. Unë e kuptoj që gjithë synimi është e zoti Berisha, është adi i vjetër e kështu me radhë, por politika fundi nuk është muskuj e shmendje. Dhe mendoj që 80% apo më pak apo më shumë nuk e di saktësisht, mendoj se ka arritur qëllimin që ka hapur paktën për të rinë partinë. Pastaj këto debatet brenda janë gjë pozitive. Kuptohet dhe zonja Kuçana ka të drejtë e saj, sepse kemi parë në krahun tjetër nuk guxon kush të flasë të ngre zërin për një problem. Ajo e ngriti foli aty, bë transparente në media sepse kur vendosen në rresht, ne mendojmë i kanë vënë jam vendosur në rresht, kur flasin themi pse foli. Pra, nuk na gjendet kur ajo ne. Problemi është që sidoqoftë ka të rinj aty, ka shumë të rinj dhe mendoj se është një gjë pozitive kjo. Përveç asaj thash, fokusimi që kanë te zoti Berisha, që për mendimin tim është aty për shumë arsye, jo për një arsye, është për shumë arsye, sepse është njeriu që bashkon Partinë Demokratike, bashkon të gjitha fraksionet brenda, dhe unë mendoj që duhet të jetë aty. Dakor, tani, Partia Demokratike sot është në bojkot, për shkak të 5 pikave që ajo ka kërkuar, që përputhen edhe me kërkesat e protestuesve. E për te i kësaj, e shikon me vënd, i shërben zgjedhjes, institucion vendimarjeve, ligje, në komisione janë, se do të ndale pastaj edhe te komisionet. Por tani sim pak me që sot kemi ku vënd dhe është bojkot. Ska, nuk e sot opozitën e Partisë Demokratike se janë përfaqësues tjerë të opozitës. Ne gjithë këtë kjo super majorancë, sepse është super majorancë kjo, ka bërë që opozitën në fakt nuk e ka trajtuar me dinjitet, si trajtojnë opozitat në vendet demokratike. Ajo në kuvende ka parë opozitën aty thjesht si numra dhe kur nuk ka dëgjuar dhe kur nuk ka marrë mundet dhe ta hedhin votim një propozim të opozitës. A thua ti që opozita të gjithë kërkesat e saj që ka ose të gjithë ndjeshmërinë që ajo ka për të miratuar një ligj që ajo mendon që është i mirë, që ka gjithmonë negative, absolutisht jo. Unë mendoj që opozita, aty është thjesht numra, nuk jam kundër bojkotit. Këtë do e sqaroj, e justifikon, pavarësisht sjelljes së mazhorancës, e justifikon se shikon, në politik nuk është çështja vetëm e kartonit, që është shumë e rëndësishme. Po ti ke ballafaqimin me qytetarë këtë bërit opozit, kur bën opozit ngre ligje, çështje, probleme konkrete me emra, të cilat ja bën qytetarëve transparente. Unë nuk e di kush janë arsyet, do të kuptohet, se jemi pjesë politikës, por mendoj që arsyeja mendoj që është kjo arroganca e kartonave dhe arroganca mënyra e qasjes që ato që pushteti përdor majoranca, përdor qoftë kjo, duke vendosur aty edhe personazhe të caktuar, vajza të reja që janë bërë pjesë tani e atij kuvendi, për ta natemuar dhe për të mendon ajo për të poshtëruar personazhe të caktuar të opozitës që janë në kuvend. Dhe mendoj se kjo është ndërtuar një frym tashmë, me anë të këtyre deputetëve të rinj që sulmojnë qoftë kreun e opozitës, po qoftë edhe deputet të caktuar. Unë nuk kam asnjë, thash, jam kundër bojkotit, por përderisa
majoranca, kjo super majorancë ka vendosur dhe e qonë opozitën si fatkeqësi kombëtare, sepse zoti Rama kështu e ka quajtur këtë, e qonë opozitën pa vlerë, e qonë antikombëtare, sepse nuk i bindet atij për të qofte edhe për ligjet që miratojnë, ose qofte edhe për mendimin që ka ajo kur shkon në kancelaritë europiane, që sulmon majorancën dhe me të drejtë padyshim. Dhe mendoj që gjithë kjo ka bërë që opozita të marri një pauzë, ndoshta mund t'i shërbej për mirë, nuk e di si ka kalkulimet e saj politike, apo mund t'i shërbej dhe për keq. Por unë mendoj se duhet të jetë në kuvend. Kaq është mendimi im për sa i përket sa njoh unë në politikën, se në demokraci bojkoti është padyshim që është një mundësi, por kur është bojkot që ti prezanton gjysmën e një elektorati të saktuar, padyshim që e dëmton. Tani, në komisione, ne e kemi parë Partinë Demokratike, madje dhe aktive. Ma rast, nga se çfarë ndodhi një ditë më parë, kur kandidatët për KPP-n ishin përballë deputetëve. Sigurisht në Komisionin e Ligjeve ata kanë shpalosur platformat e tyre, ambicjet, arsyet sepse kërkojnë që të jenë si kryetar, po ashtu edhe antar. Avokat, cila është rëndësia një procesi të tillë dhe nëse e ke ndjekur, a është bërë transparencë për hir të publikut, për hir të taksave të shqiptarëve, e nisim kështu për të ndalur pastaj tek pretendimet që janë ngritur? Me këtë që ka ndodhur, Aida, kjo është gjithmonë nga pikpamja morale etike, kuptohet, me këtë që ka ndodhur me këtë korrupsion që është përfshirë edhe personazhet të këtij komisioni, që tashmë ata kandidojnë ose për kryetar ose për antar rikandidojnë përsëri, mendoj që ai komision duhet të ishte ribër nga e para. Unë dje kam ndjekur dhe kur e kam ndjekur pjesë atë, por më ka bërë përshtypje një fakt, sepse aty ishin dy personazhe në atë komision që kërkonin votën, ishin dy personazhe që do ta theksoj këtë, që ishin pjesë e këtij komisioni kur është marrë peng Gentian Meqe, Geron Meqe, i cili pasi atë ditë që ai është marrë peng nga persona të caktuar, është detyruar që të futet tek i Albania për të bërë që ai të tërhiqej nga gara. Dhe kjo është bërë në turistninë, nuk e di, të Kalashikovit apo pistoletave apo kështu me radhë, presioni nuk e di këtë gjë dhe nuk e marr përsipër ta them. Por di që është bërë një kërkesë te i Albania që unë tërhiqem nga gara. Ditën tjetër, pasi ky është lënë i lirë, ka shkuar te komisioni fizikisht, personalisht, Geron Meqe, dhe i ka thënë të antarëve të komisionit, shiko, dje ka ardhur një kërkesë me anë të i Albanias. Jam unë personi. Por atë kërkesë nuk e kam bërë unë. E kam bërë persona të tjerë. Se është vjedhur i Albania, apo jo? Kjo ishte ide? Por është pretenduar, është vjedhur, apo dhe matë ka ndërhyrë vetë ky me anë të turistnisë, si mund t'i ke vendosur armën në kokë. Pra, nuk është ky problemi, e kanë vjedhur apo e kanë turistnuar, është e njëjta gjë. E kuptova. Dhe u ka thënë të dy antarëve të komisionit që ka qenë dje në kuvend, që kanë kërkuar mandat, të rimandatohen, dhe u ka thënë, zotrin, po, unë nuk kam hequr dorë nga, sepse atë kërkesën te i Albania nuk e kam bërë unë. Ose është bërë pa vullnetin tim, pa djenin time. Ata antarët e komisionit që janë qenë dje aty, që kërkojnë votën prapë, i kanë thënë ne nuk na duhet fare, se çfarë ka ndodhur ty, kush ka marrë ty peng, apo kush e ka bërë këtë, ne i referojmë i Albanias. Ai po ju thosh, i sqaronte, shiko, unë jam këtu, heq dorë përsëri nga ajo kërkesë e djeshme, sepse kjo kërkesë është bërë jo nga unë. Dhe ata antarët të komisionit e kanë ditur shumë mirë çka ka ndodhur, e kanë ditur padyshim, dhe nuk e kam pranuar kërkesën që ky ka shkuar fizikisht e komisioni. Dhe kjo është shumë e rënda, Ida, në pikpamja procedurale, në pikpamja penale. Sepse ata zotërit e komisionit, që në momentin që një biznesmen shkon atje dhe ju kërkon këtë veprim, të kryen këtë veprim, ata urgjentisht do të ishin shqetësuar dhe do kishin lajmëruar organin procedurës, prokurorin në rastin konkret. Dhe të thoshin, po, ne na ka ndodhur ky problem. Po ata kanë ditur, kanë qenë në dieni të pengmarrjes së Geron Meqes, kanë qenë në dieni edhe të kërkesës që nuk është bërë nga Geronti, kanë qenë në dieni të gjitha veprimeve dhe ditën tjetër ata kanë trajtuar atë si njeri që nuk e njihnin fare.
Dhe kjo është shkelje e ligjit? Kjo është shkelje e rëndë e ligjit, sepse ata kanë rënë në djenit të një vepre penale, dhe në kodin ton penal, kur bie në djenit të një vepre të caktuar penale, ti ke detyrimin ligjor, është njësoj sikur dikush shkon në spital, i rraur, i shantazhuar, i kërcënuar me plagë e kështu me radhë, dhe mjeku mos të denoncojë në polici çfarë ka ndodhur në urgjencën e atij spitali. Është i njëjti veprim Ajda. Dhe kjo ka ndodhur në komisionin e prokurimeve publike. Është komisioni më i rëndësishëm, është institucioni më i rëndësishëm në këtë republikë, sepse aty kanalizohen aty të gjitha parat publike që shkojnë kompanive të ndryshme. Dhe ky komision me veprimet që unë kam dëgjuar dje në atë, ka kompromentuar rënd dhe unë po t'isha prokuror të kësaj republike, do kisha regjistruar procedim penal për këta zotrit. Dhe do të i merja në pyetje, di thosha, u ka ardhur Geron Mecja? Po. Çfarë keni bërë? Pse keni heshtur? Dhe ata do t'ishin përgjegjësi penale sot. Nëse do flasim për një shtet të së drejtës dhe një shtet ku funksionon ligji. Ka shumë e thjeshtë. Zoti Zguro tha, sepse në atë kohë ka qenë nën kryetar, por edhe ndoshta në cilësinë e kryetarit për shkak se ka pas procese gjyqësore me kryetarin asë kohë kur mund këtë ndodhur kjo ngjarje, po për të kësaj tha që unë i kam dhënë shpjegimet pikërisht për këtë dhe refuzoi. A mund të ishte dia avokat një rast mirë që të sqaronte të vërtetën e kësaj çështje? Ai dia ka qenë rasti më i mirë, por ai nuk mund të fshihet pas silolapsi, se nuk fshihesh dot. Problemi qëndron që ky zotria i ka shkuar fizikisht Geron Meçe dhe i ka kërkuar zotri, po mesazhi që ka ardhur dje te Jetbenia nuk e kam nisur unë dhe unë nuk kam hequr dorë nga kërkesa për të bërë pjesë e këtij tenderi publik. Që këtu, do të thënë këtu dhe ata nuk, do të thënë ata kanë ignoruar ato. Pra ata kanë ignoruar edhe çfarë ai ju ka thënë, sepse ai ju ka shpjeguar historinë çka ka ndodhur. Dhe këta zotrit e kanë ditur shumë mirë, sepse këta kanë qenë pjesë e asaj historie. Dhe ata do të shqetësoshin, thoshin, po atë që këtu, çka ka ndodhur këtu, si ka ndodhur te Jetbenia kjo, si ka mundësi? Po, ti do jesh pjesë e garës. Dhe ai kërkoi të ishte pjesë e garës. Dhe mos të merr parasysh kërkesa në Jetbenia, sepse ai nuk ishte bërë prej tij. Dhe këta kanë përgjegjësi penale Ajda, pse çfarë quhet përgjegjësi penale ti? Një institucioni. Çfarë do të bëjë më shumë një drejtues ose një antar i një komisioni të rëndësishëm siç është prokurimi publik për të bërë vepër penale? Çfarë do të bëjë më shumë? Se ti atë nuk e kap dot me korrupsion. Ti parat aty nuk e kap dot. Vetëm po ja kap e pastruese si pastron shtëpinë që mos ja ka vjedhur, ashtu po. Por problemi qëndron që në kushtet që kanë ndodhur rrethana këto ngjarje, këta zotrit duhet të ishin skualifikuar. Të gjithë, dhe ai komision do të ishte ribër nga e para, sepse këta janë pjesë, kanë këndvështrimin tim, thash, jo politik, më këndvështrimi juridik, këta janë pjesë e një kompromitimi të rëndë, qoftë edhe penal nesër, nëse do kishte një prokurori. Kaq. Ata do të shkelin atje edhe për sigurinë kombëtare. Ata zotrit nuk do të shkelin as në kuvend, sepse synojnë rënd sigurinë kombëtare. Ato zyrat e kuvendit atje Ajda, nuk janë zyra që mund shkel kushdo. Ato zyrat atje, ti mund vishesh me kostume, kullaro, mund të kesh Armani, Versace, e gjithë me radhë, po ato atje janë, ato synon sigurinë kombëtare të një vendi. Këta. Sepse këta kanë ditur gjithë këtë organizim mafios, çfarë ka ndodhur, dhe këta kanë shkuar atje dhe para deputetëve. Ata deputetë atje janë gjithë me certifikat sigurie. Dakor? Dhe ky është ai shteti për të cilën ne kërkojmë, protestojmë, ne flasim, ne avokate sa dëgjoni njerëz se na kanalizojnë politikisht e kështu me radhë. Por kjo është situata sot në Shqipëri ja këta janë. Doli në pa kur ishte dosja Akshi dhe pikërisht biznesmeni në fjalë për cilin ju i referoheni Geron Meçes. Ndërkohë, dosja Akshi është në hetim, pra po hetohet ende si grupi strukturuar kriminal. Tani, dhe është që ju mendoni, sepse kemi ju në avokat edhe prezumje pavajsisë, se dim se çfarë mund të në po i bërat fajshëm. Jo, po më lërta, jo, nuk po them që i bërat fajshëm, sepse mund të ketë faj moral për shembull. Po mendoni se duhet që të merret në konsiderat ky hetim që po zhvillohet dhe të zbardhet e vërteta e rolit të gjithë secilit ose të atyre që sot akuzohen si pjesë e kësaj dosje së Akshit. Ajda, do të kuptoj. Sepse Akshi është një nga dosjet më të nxehta. Ajda, duhet të po flet me njëri që e njeh procedurën, jam shumë procedural, më beso. Ndaj dhe unë po problemi këtu. Ndaj dhe unë po gjithë këto që dalin, prokuroria duhet t'i marrë dhe t'i bëj pjesë të dosjes që të Akshit. Sepse prokuroria ku nis hetimet, nuk i nis se ka provat e mjaftueshme. I nis me indicje, i nis me qoftë edhe me email, me telefonata, që nuk janë prova, po të shojnë kur kryqëzon me sa veprime të tjera, ato materializohen në prova pastaj.
Dhe në rastin konkret, këta individët që ne po diskutojmë të komisionit, nuk është se janë përfolur vetëm për këtë çështje. Unë solla në vëmendjen tuaj këtë çështje, këtë të Geron Meçës, që shumë flagrante, por kemi shumë dhe shumë raste të tjera që po dalin edhe nga jetimet e prokurisë posaçme. Shiko, mase nuk janë çështje penale, mase janë shkelje administrative. Unë nuk i bëj fajtor, sepse të hetohesh penalisht, nuk do të thotë automatikisht ti je fajtor. Ose ti je i dënuar. Një kandidat tjetër nuk është pjesë e garës si pasojë hetimeve që po bëhen. Pikërisht pra, fakti që ky institucion është te mase i përfolur, te mase etiketuar, qoftë kjo, po të them unë, edhe po qoftë edhe nga opozita, po qoftë edhe nga media, të se janë pjesë e rëndësishme, ju jeni pjesë e rëndësishme, qoftë kjo e politikës, po qoftë edhe duke i dhënë një shtyse edhe sistemit gjyqësor, sepse nga ju mund të nisin hetime, nga kjo biseda këtu mund të nisin hetime. Por ajo që ka ndodhur dje, unë kam pasur kontakte edhe me deputet dje, dhe më thanë që është skandaloze situata. Kam pas kontakte me deputet të atij komisioni, dhe më kanë thënë situata është skandaloze, sepse këta individ të cilët janë përgjegjësit kryesor, qoftë edhe tek dosja e Akshit, kupton? Përgjegjës, nuk thash përgjegjësi penale, janë përgjegjës, thash ta ndajmë përgjegjësin penale, këta individ tashmë do bëjmë pjesë atij institucioni të cilën është përfolur. Thash, nuk e di sa arrin fajësia ose shkeljet administrative të këtyre zotrive, por fundit, ata nuk i pengon ligjërisht të kandidojnë ajta, do kuptojmë diçka. Por në një drejtuesi institucioni ka rëndësi edhe ana etike, ka rëndësi dhe ana morale, se këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Këta individët për mua, moralisht, pavarësisht se nuk janë të regjistruar në një procedim penal, por ama duke qenë që këta janë përfolur aty, mundet të jepnin të gjithë një mundësi që ai komision të ribëjë nga e para dhe me njerëz të cilët me gra, me burra, me vajza e kështu me radhë, që ka ky vend pa dyshim plot, dhe të bëhet të ribëjë nga e para që me qëllim që ne mos të diskutonim sot këtu përsëri komisionin, sepse ajo histori do vazhdoj. Jo unë e ti këtu, por në çdo studio do diskutohet. Sepse kur ka dritë hije pa dyshim, janë taksa paguese shqiptar, nuk është avokat që si hyn, nuk i bën dëm askujt. Të unë si bëj dëm askujt, as ju si gazetare. Shumë unë nuk do të zgjedh si avokat, maksimumi, po. Po shumë do të zgjedh si avokat, po ama nuk i dëmtoj publikun, ndërsa këta dëmtojnë buxhetin e shtetit. Këta prishin imazhin e vendit e një rendi demokratik dhe humbet besimin e qytetarëve, qoftë te politika, qoftë tek drejtësia në fund fare, pastaj dhe në tërësi të shteti demokratik. Prandaj them që politika, apo këto institucione nuk janë vetëm kur ke përgjegjësi penale ti s'duhet kandidosh, por kur ke marrë edhe përgjegjësi morale, etike kështu me radhë. Tani, dje paralel me këtë komision që ne po trajtojmë, që ju e cilësuat sipas komunikimeve që keni patur me deputetët e komisionit, skandaloze, thatë ju, se më bëri përshtypje. Jo, ata më thanë shumë gjëra, por për hir të edhe të konfidencialitetit që unë kam, besoj se thash disa gjëra këtu, por nuk mund të them më shumë, sepse janë dhe sa biseda private, por gjithsesi ky është thelbi i asaj që kanë arritur në komision. Pavarësisht se majoranca është e detyruar për 1-2-3 arsye, sepse ka detyrimet e këta individ, deputetët saktuar kanë detyrimet e këta individ, sepse këta kanë dhënë X-it Y-i tender, kanë dhënë X-it Y-i në bashki, ati, këtu dhe në X, ndërtuesi dhe ben lobime, pikërisht pra, ben lobime dhe kanë interesat të saktuara dhe deputetët saktuar. Kështu që, kur beti lobimi saktuar dhe deputeti, pa dyshim, pastaj merë pjesën e ti, sepse ne i dim këta deputet, të flasim një herë hapur bashkë. Këta janë deputet që vinë në Tiranë nga rrethet. Më dëgjoj me kujdes. Këta janë deputet që vinë me një çantë, nuk e di valigje apo ç'a vinë, mund të vinë dhe me trast, dhe këta pas 2 mandatesh deputeti, këta i ke në zona rezidenciale që jetojnë me vila. Këta i ke me makinat shtrenjta. Jo këta, po fëmijët e tyre i ke me makina, i ke me vila dhe gratë e tyre bëjnë jetë, edhe pushimet i bëjnë të luksoze, edhe fëmijët i shkollojnë jashtë shtetit, edhe bëjmë pjesë e bizneseve. Tani, ma shpjegon do të mua ti këtë qasje? Ma shpjegon do të këtë qasje mua? Ja, kjo është e gjithë. Ajë ti marim me radhë, ti skanoj unë ty të gjithë deputetët, jo, e mbaj unë përgjegjësi që tem. Problemi është këtu. Jo, nuk e ka me ata, unë nuk e ka me Tom Doshin. Tom Doshi djetë që është biznesmen.
Absolutisht nuk e kam as me X-i S'është deputet, do. Problemi, po e mora në kuptimin kur ka qenë deputet, nuk po flas. Unë flas për deputet që kanë ardhur me një valigje apo me një çantë me rroba, ndoshta edhe ato rrobat e grisura, dhe sot jetojnë në vende rezidenciale në Tiranë. Edhe kanë vila kudo në Shqipëri. Si janë bërë këto, kur ti rrogën e deputetit e ke maksimumi 2 milion lek në muaj. Të merr dhe bashortja 1 milion në një punë shteti, se këta i kanë gjithë fisin në punë shteti. Ti si të dalë kanë, të jetosh, të blesh vilat, shkollosh fëmijët, të bësh pjesë e një jetë, nuk po them modeste, po jetë e luksi, dhe me makina e gjitha me radhë, dhe të blesh edhe rroba Versace, pavarësisht se nuk u shkojnë, të veshin edhe Versace Armani, se është me të ngjitur dhe punë rrobave, nuk të shkojnë. Se është edhe geni kjo, punë preardhje shumë e radhë. Problemi është që këta njerëz jetojnë në vila, kështu ta bëjmë llogarinë ne këtyre deputetëve, është shumë e thjeshtë për të bërë llogarinë. Është shumë e thjeshtë. Kur ke ardhur, kur ke filluar punë deputet, apo ministër, apo zëvendësministër, apo drejtor në drejtori, edhe bet llogaria shumë kollaj. Sepse është shumë kollaj. Ne mund të themi, ne mund të themi gjithë ditën edhe të nxjerrim mllef ose të themi akuza. Po ka disa institucione, jo më dëgjoj pak. Jo nuk e kam fare personale me ju. Ka disa institucione, tani që të bëjnë, këta deklarojnë pasuri, këta deklarojnë hyrje, dalet. Ne kemi të rregulluara me ligj, siç e ka kështu kaq e thjeshtë. E njoh mirë atë procedurë. Ta njoh mirë. Shiko, e njoh aq mirë sa nuk kemi dot me mend. Këta bëjnë lëvizje fiktive ti. Këta marrin borxhe na 200.000 euro nëpër banka gjoja. Këta marrin, po dëgjoj mua. Pra këta bëjnë lëvizje të jashtëzakonshme. Po i diu si bëjnë. Këta marrin overdrafte, këta marrin tani ti ke një deputete që është 27 vjeçe. Një deputete, e qarku thjet 27 vjeçe. Po shumë mirë. Ka mbaruar shkollën 24 vjeçe dhe ka 3 vite punë. 3 vite punë në jetën e saj. Po edhe. 3 vite punë dhe blen shtëpi 220.000 euro në Tiranë. Tani, ma shpjegon dot mua ti këtë histori? Se merr dot kredi në ato? Po si mund të më ikë? Shko, merr ti kredi dhe unë kredit e banka me 240.000 euro kredi. Shko, merre ti provoje se do t'japin ty dhe mua provojnë çik bankën atje. Tani, shiko, duhet të kuptojmë, ne kur bëjmë një analizë, jo, nuk kam asgjë, unë jam kapitalist të formim dhe s'kam asgjë. Një dokument, një gjë, se mund të jetë rashëgimi. Ajda, unë i njoh mirë dhe trashëgimni, se vi vetë në familje me trashëgimni, vi vetë në familje super e pasur sot, se s'më mban avokatia fare. S'më mban ato, mua s'më mban avokatia. Ashtu se kam problem. Nuk të del llogaria i da. Nuk të del llogaria në një vend ku çmimet, ku jeta është e shtrenjtë, ku jeta që ti bën, që është e shtrenjtë, nuk të del as rroga e deputetit. Jo më të bësh ti, të blesh shtëpinë. Blesh shtëpi, jo shtëpi, po të blesh super shtëpi mes Tiranës. Se 240, atje nuk bën 240 ajo shtëpia. Po e mora si shembull. Se bën edhe 2 fiqe, e mora si shembull. Por kur mora një deputet si shembull, ç'n si ka, unë e mora, shikoj, nuk vi këtu për emra, unë flas për parime. Më beso, nuk kam çështje emrash kjo punë. Kjo është çështje parimi, sepse po fole për njërin do mërzitet ai tjetri, thot, po kam bërë dhe unë kam bler ashtu do thot, edhe kështu që këta gjithë pasaj duhet merr me gjithë një nga një. Puna është këtu që llogaritë janë të bëra edhe te LDKP-ja, manovrat janë nga më të ndryshmet. Manovrat janë nga më të ndryshmet. Sepse overdrafte në 100 edhe 200.000 euro nuk t'i jep ty banka, as mua. U jep këtyre dhe ka një arsye të caktuar pse u jep banka këtyre. Do të kuptoni edhe këtë gjë. Të shkoj një qytetar tjetër, një administratës të zakonshme, që punon administrat dhe të kërkoj të marri overdraft 200.000 euro në bank, nuk e jep njeri. Këtyre u japin. Kështu që prandaj mos t'i futemi kësaj historie. Shfuqizimi i ligjit për investime strategjike. Do të hartojmë një ligj të ri, që është, ka thënë Rama, ndërkohë ligji i investime strategjike ishte ligji më kriminal që ka bërë ndonjëherë, që ka ndodhur ndonjëherë, jo në Shqipëri, por në Europë ai da. Kjo e para. Ta kam thënë herë tjetër këtu dhe vazhdoj të qëndroj. Ai ligj ishte ligji më famkeq, sepse ai ka shkatëruar jetët e njerëzve, kur flas jetët e njerëzve, të atyre pronarëve, të cilët o i shmërmbyer toka nga qeveria dhe është dhënë banditëve afër saj, ose ju anë ngrisur dokumentat, qoftë në arkiv të shtetit, qoftë në ATP, në Agjencinë të Artimit të Pronave, dhe qoftë dhe ju janë manipuluar. Që nga 2015, kur shmiratuar ai ligj famkeq, deri sot ka shkaktuar viktima, jo viktima në kuptimin humbje njerëzish, po viktima në kuptimin e humbjes së pronës në mënyrë
të marrë me falsifikime nga qeveria dhe duke bërë investitor strategjik njerëzit e saj. Unë po e jap me bindje dhe kam thënë dhe tjetër. Sot Shqipëria ka rreth 65 investitor strategjik që kanë dhënë kryeministri. Nëse ju i dini emrat e këtyre investitorëve, askush nuk i di dhe nuk di burimi financiar të tyre. Dhe i pari investitor strategjik në Shqipëri, ta dini këtë gjë. Investitori strategjik i parë ka qenë Oleg, si e kisha ai, Deripaska. Dhe ortak me mikun e ngushtë të kryeministrit, që ka lënë basketbol bashk. Tani i pari investitor strategjik ka qenë rusi, i cili është shpallur non grata, është nga departamenti i Thesarit në SBA, jo non grata në kuptim mos hysh në SBA, por edhe në departamentet e Thesarit, që është ortak me mikun e ngushtë të kryeministrit dhe ka marrë 100 hektar tokë në 2015 në një zonë të Bregdetit të Shqipërisë. Dhe kjo nuk hetua, dhe kjo nuk është hetuar, kush është ky rusi, qa lidhje është ka ky rusi, është njeriu Putinit ai rusi dhe operon në Shqipëri. Se shumë kollaj që kryeministri sot ata protestuesit i quaj iranian, serb, rus e dreqi me të birin, por harron që investitor strategjik serb këtu dhe rus apo komësive tjere ka bërë vetë kryeministri. Si e fakton që ne nuk i kemi transparent listën e personave të cilët sepse ne ka bërë kryeministri, ka bërë një ligj të veçantë, po pikërisht kjo është, ka bërë një ligj të veçantë që edhe antarët e Kuvendit të Shqipërisë, opozita e kështu me radhë, nuk u jepet informacion për burimin as të investimit dhe as të informacionin kush janë këta investitor strategjik. Me arsyen për të ruajtur... Për të ruajtur konfidencialitetin dhe mos të bëjnë review negative, aty është gjithë problemi, dhe mos të merren ata nëpër mediat, mos merren mediat me ta nëpër studio televizive, që në fakt duhet të merren, dhe kjo ka qenë arsyeja dhe komisioni parlamentar asnjëherë nuk është lejuar të ngrihet, nëse ti kërkon një komision parlamentar ka qenë drejt kushtetuese dhe nuk është lejuar. Është ka kërkuar Gazmend Bardhi disa herë dhe kryeministri absolutisht nuk e ka refuzuar në mënyrë kategorike. Po pse denoncon Partia Demokratike ato raste që mund të ketë? Kam denoncuar unë 2 investitor strategjik, të cilët ishin me emra portugez, nuk ka qenë kurrë në Shqipëri administrator të një kompanie këtu, po pastrojnë parat po bën fotovoltaik, dhe pastaj kur mora vesh doli që ata që investor ishin miqtë e Macronit dhe u kishte premtuar Edi Rama atyre, është dieta ajo ku është. Edhe ka ndërtuar park fotovoltaik 200 hektar. Dhe doli që ishin miqtë e Macronit, presidentit francez, dhe kanalizojnë parat e korrupsionit në këtë mënyrë. Parat e korrupsionit lidhe me Macronin, po, sepse ata njerëzit që kanë ndërtuar 200 hektar fotovoltaik në një zonë të Fierit janë njerëz, një kompani e lidhur me presidentin francez, Macron. Po flas shqip dhe Macron kur ka ardhur në Shqipëri, do shkonte të bëte inaugurimin kur më kujtohet, po duke qenë që ishte shi dhe nuk shkonte dot se ishte balt atje, nuk arriti dot të shkonte të priste shirit e inaugurimit. Kjo është historia dhe nuk është bërë transparencë akoma për atë. Është një kompani me emra anonim. Kur unë bëra kallëzim penal, nuk u gjetën as emra, nuk ishin që kur në Shqipëri administrator një kompanie që nuk vjen të bëj investimin, por figuron si administrator. Tani, këto janë hetime duken si teori konspirative, por ky është një realitet shqiptar. Dhe ajo dosja që ju e pat dokumentat për Shqipërinë, është i vërteton më së miri këto. Kjo është shumë e thjeshtë. E ka aty. Albania Files po thua, për librin. Kjo është një nga pjesët e Albania Files e kështu me radhë. Meqense dje, ka qenë, se thash, unë nisa pak më parë, që dje ka qenë një ditë e ngjeshur me zhvillime, dhe kreu i SPAK-ut, Klodian Brau, tani mos u merrem me Klod Brau, po merrem me... Jo, unë Klodin nuk merrem se unë Klodin e njoh personalisht. Kam punuar me të, nuk kam asnjë lloj, nuk ka çat merrem, çat i bi Klodit unë tani, çat i bi Klodi këtij korrupsioni që është këtu. Këtu është gjithë shteti i kapur, nuk ka çat. Realisht nuk dohet merresha me këtë se më Jo thash Klodin. Jo vetëm jo, por gjithmonë sa herë që nis në një gjë, më devijon tek emrat. Dhe si ishte ky qëllimi, po dje në cilësinë e kreut të SPAK-ut ishte në komision, ai komisioni Xhafa, ka një emër kështu me detyrë të tjera. Dhe çfarë po thoja është pyetur a po e hetoni, se ishte përballë deputetëve dhe ja kanë bërë i vikasëm duke ka për këtë pyetje, por gjithsesi deputet Partisë Demokratike. A po e hetoni Albanian Files? Ata shkojnë edhe më tej kur thonë që do ta thrisë Ramën, meqense e kemi edhe në strish, por ideja është ai kuptojmë që avokat ftohtë.
libri me vizion dhe çfarë ne kemi parë, se dia e ke lexuar apo se ke lexuar. A është provë, a është arsye për hetim ku aty janë pra projekte të caktuara, është vizioni arkitektëve ndërkombëtar, kryeministët kanë bërë parathënie dhe debati juridik që është sot është nëse këtu kemi të bëjmë pra me një provë dhe a mund të nisin hetimet me një libër. Te libri janë 523 projekte. Një tretë tyre, rreth 50 apo 70 projekte janë zbatuar, kanë përfunduar. Pjesa tjetër është duke u ndërtuar, ndërkohë që disa të tjera janë për leje. Që do të thotë që pothuajse shumica e atyre projekteve janë miratuar. Në këndvështrimin kur e shikon nga pikpamja e turizmit, e zhvillimit e kështu, apo pikpamja e reklamës, kjo të duket një diçka fantastike. Po në fund, kur i futesh pastaj të shikosh anën penale, kjo ka vepra penale. Ka vepra penale, sepse aty janë arkitekt të huaj, të cilët kanë ardhur në Shqipëri, kanë hapur zyrat me praninë me ftesë të kryeministrit të Shqipërisë. Dhe kush është problemi? U kanë marrë lekët shqiptarëve, kanë ndërtuar në zona të mbrojtura. Një sekond tani. Lejet nuk i japin arkitektët. Dakor. Arkitekti vjen t'jep idenë, është arkitekti Edi Rama i thosh, ju do ndërtoni, ju do bëni këtë këtu. Pra, u caktonte vetë kryeministri ku ata duhet të bëni projektet. U caktonte kryeministri edhe biznesmenin të cilin do të ndërtonte atë projekt. Tani këtë biznesmeni s'di ta them, po vizioni është një gjë, ke biznesmeni përse nuk e di është vizioni apo lidhje. Si e vërteton këtë? Si e vërteton që shkon kryeministri te biznesmeni? Madje sepse të gjitha ato, po të shikojmë pa majmë atë pikën e vogël atje, mban më atë pikën që folja ajo ministria e Mirelës. Pika e Mirelës ishte kur e shikoj ti thoshe se këtu do bën 2 shtëpi. Në fakt aty bën qytet i tërë. Dhe kanë dalë në zonën e mbrojtur 800 hektarë jo pak. Dakor? Dhe ajo ishte përcaktim, ishte pjesë e këtij libri ajo. Ishte pjesë e këtij libri. Dhe ajo ishte përcaktuar me emër biznesmeni dhe si do ndërtohet dhe ngjyra madje kishte përcaktuar kryeministri me çfarë ngjyrash do t'i lyej fasadat. Kjo nuk është vizion. Kjo është korrupsion, jo vizion. Tani ju do ta bëni kryeministrin piktor, ashtu e kështu e historia kësaj natyre. Problemi është këtu. Problemi është këtu që kjo nuk është vizion, kjo është korrupsion. Profilit të politikanit, të kryeministrit që bëri një progres jashtëzakonshëm, që kur ishte kryetar bashkie me lanën e tjerë. Betonizoi Tiranën, e bëri Tiranën, nëse ka bërë atë Tiranën është të pabanueshme. Nëse ka bërë Tiranën të pabanueshme dhe ka kthyer në një geto Tiranën, që sfutet dot zjarfiksia, nuk futet dot mandate, edhe po të Shqipërinë Bashkimin Evropian. E ka bërë ky individi për atë pjesë Max Velon e ndjerë dhe shpjegonte shumë mirë Max Velu atë histori. Tani problemi është që ne mund kishim vizion tjetër. Tirana është qyteti që nuk ka më paqe. O Aida, kemi kryeministri Rama të votuar me shprehje publike dhe qëndrime të qarta për vizionin e tij infrastrukturore. Ajo puna e Tiranës është histori tjetër. Tirana s'ka më parë një. Nuk e di, ekziston apo jo, ka park dhe parkun e liçenit, ju besoj keni park për kur sepse po jep leje. Tani problemi është, po më fole shiko, meni që kryeqytetet e Europës e shikoni sa është raport hapësira e gjelbërimit me ato. Po jemi tek Albanian Files. Tani, Albanian Files është kjo, që kryeministri heqim dot ambicien e vizionit që ai mund të se mund ta zhvillojë. Po shiko, vizioni nuk është një njeriu. Shiko, vizioni nuk është një njeriu, vizioni është i përgjithshëm. Nuk është vizioni ti të shkatërrosh edhe sepse kështu e dua unë. Problemi është këtu. Edhe Hitleri kishte një vizion, po dhe Hitleri kishte një vizion për botën. Shiko, Hitleri në doktrinën naziste kishte një gjë. Dhe po ta lexoj doktrinën naziste do ta kuptoni. Kishte një gjë, thosh, raca ariane do dominoj botën, thosh Hitleri. Ishte një vizion i Hitlerit kjo për botën dhe kështu e donte Hitleri. Tani unë po flas vizioni, ju po thoni vizioni. Vizioni thash. I Hitlerit ishte që të pushtonte botën dhe do kishte bërë mirë ta kishte pushtuar në fakt, por problemi është që nuk e arriti. Tani konsultohet në studio. Me kë studio, tani kush je ti? Ti je një individ që sot je nuk je. Ti je një individ i votuar për 4 vite, jo për 400 vitet e ashme. Kush je ti që do prishësh ti natyrën?
Kush je ti që cakton ti ku do ndërtohet në tokë publike. Toka është publike, është e imi, është e joti, është e gjithë jo ajda. Dhe në botë këto investime bëhen, në botë këto investime, disi bëhen, bëhen këto investime, në botë bëhen me referendum. Nëse ai e do, nuk e do. Po kalon treni atje lart në Itali, policë alto agjide, dhe nuk përfundon projekti, sepse ata banorët atje kanë dalë, kanë bllokuar kurudhën. Pse? Sepse duan referendum. Dhe unë mund të mendoj si ju. Bravo. Tani, problemi është që... Po të pyesësh dhe mua për çështje mjedisi, unë mund të jem në mesjet me zhvillimin tim, po problemi është ta them që kish i qetë. Jo, po të pyesësh mua për raport me mjedisin e të tjerë. Mund të jem edhe në mesjet dhe se kanë problem fare, po ideja është këtu, që shqiptarët atë duan, e pëlqejnë, e përqafojnë, e votojnë. Nuk e dim atë se nëse ti vjen votat, nëse ti ke një grup patronazhimi. Në një mënyrë tjetër ta gjen vendin për të larguar. Aida, shiko. Prandaj populli është ngritur. E ti e di shumë mirë. Shiko, nuk i këndot sepse fatkeqësisht në demokraci, në fund fare do shkosh te vota. Dhe fatkeqësisht do të kuptoni diçka. Para të premte në darkë, në pasdite, kam patur një për çështjen e zotit Sheu, familjes Sheu, kam patur një intervistë me Wall Street Journal. Mos dile aty që të jap reklama, sepse do të pres shkurt dhe ti duhet marrësh minutat e tua. Reklama rikthehem pas pak. Rikthehem avokatin Kujtim Cakrani. Avokat, tani që ta përmbledhim. Një libër me vizion për mënyrën se si mund të bëhet Shqipëria, si mund të bëhen investimet me arkitekt të huaj, me projekte, është provë së shprovë. Hetohet, sepse tashmë ata e kanë çuar zyrtarisht. Puna është, kuptojmë se si shkojmë tek provat, se tani dua ftohtë si avokat. Unë nuk mendoj që çdo gjë që çohet në prokurori është vepër penale, kuptohet. Unë mendoj që duhet hetuar. Hetimi të çon te përgjegjësia penale. Nëse ti nuk e heton, nuk e se si të arisht, do mbetesh gjithmonë të fjalë tek politika. Në rastin konkret, të merret, të kryqëzohen të gjitha momentet. Kush do ta bëj këtë? BKH-ja apo opozita? BKH-ja ka shkuar atje, ka marrëdhënien dhe do shikoj nga viti 2015 që ka nisur ligji i investimeve strategjike që ka filluar të funksionojë dhe deri sot këto biznese, këta biznesmen kanë qenë të lidhur me kryeministrin, me kë kanë lidhur me qeverinë e kështu me radhë, sepse nëse do ndjekim një standard që ndoqi për zotin Berisha, padyshim që duhet ta ndjekim ne këtë për zotin Rama. Pse? Se nëse ti akuzon zotin Berisha sepse ka ndihmuar dhëndrin që ka marrë tokën e të parëve të tij, sepse ai ligji për atë atëre do ta shikojmë me zotin Rama që ka përshtatur ligje të favor të. Pra thua jemi në të njëjtat kushte. Po jemi në të njëjtat kushte. Pra duhet thirritet kryeministri. Pikërisht, por mos harrojmë që ndryshe nga zoti Berisha, që bëri ligjin për gjithë pronarët shqiptar, ishte një program elektoral. Kjo që ka bërë zoti Rama nuk është program elektoral. Ky është një program vetëm për favorizuar bizneset afërti dhe njerëzit afërti. Dhe unë këtë shikoj në këtë këndvështrim që duhet hetohet. Pyetje tjetër. U pyet kreu i Spakut për Arubën. Aruba e ka trazuar, po themi këtë mjedisin ton deri në nivelet e politikës, sa kemi arritur të diskutojmë jo vetëm vendimarrjet e mëdha dhe lekun e madh që do t'i injektohesh, por për shembull ka qenë avokati Cakrani atje, kanë qenë deputet të caktuar atje, duket si një ping-pong politik që e kemi parë edhe të artikuluar ose përdor fort në të kuadër bërit opozitë edhe nga Partia Demokratike. Avokat, kush është e vërteta e Arubës, me sa ju e njihni Arubën? Të them diçka, e kam ta them për të parë ty. Unë jam avokati i familjes Sheu, e Artur Sheut. Unë atë familje nuk e njoh sot. Kam lidhje të hershme nga Kanina, kam maman, Andea, jam nip, ashtu si Artur ish djalë. Pra është. O dhe pastaj? E njoh mirë procedurën e pronave të tyre, njoh mirë Arturin si individ, që është një djalë i shkëlqyer, dhe di çfarë është bërë në Aruba. Po të them unë që kam qenë dhe unë në Aruba, ti nuk da besosh. Ke qenë pra. Tani, kështu që problemi është ky. Ke qenë vetë në Aruba. Po të them që kam qenë unë në Aruba, isha me Arturin. S'ka gjithë keqe. Arubës t'i nxjerrin ujë të zia, i nxjini ujë të zi kur i thonë mënyrës që i thonë na zona tona të Skërisë, i nxjini ujë të zi, nuk ka asnjë gjë Aruba. Është takim ndërmjet njerëzve të cilët duan të blejnë tokën e Artur Sheut. Kaq është historia. Kanë qenë 10 veta, po s'ka lidhje asnjë atje në ata nuk akuzohet. Asnjë nga ata atje nuk akuzohet. Spaku nuk ka vërtetësinë. Spaku nuk ka vërtetësinë, Spaku. Vërtetësinë të provojë atë do ta jap gjykata.
Po them, t'ju nxjerrin ujë të zi Arubës. Por e mos i lën nam dhe nishan, ua kam thënë të gjithë deputetëve, qoftë në telefon, qoftë në mënyrë publike, dhe po a them përsëri publike. Arubës i nxjini ujë të zi. Nuk ka as emër ministri, as emër deputeti dhe as një zyrtari. Është thjesht një takim njerëzish të cilët kanë interes të blejnë tokën e Artusheut. Ka takim në Aruba, ka takim në Palma de Mallorca, ka takim në Stamboll, ka takim në Monaco, ka takim kudo si punë Arubës. Nuk e di pse merren me Arubën, kur janë të gjitha këto takime janë në funksion të një biznesi për shitjen e tokës, për të bërë biznes Artusheu, se Arturi nuk ka zvërnetsin vetëm. Arturi ka lungomare në 8% pallateve, që janë ndërtuar lungomare, i ka ndërtuar Artusheu, sepse ka pronën e tij, ka pas të vetën atje, poshtë. Dhe atje ka dhe dyqane, ka apartamente, ka hotel atje Artusheu, ka hotel më tuti atje që ka privatizuar në Thedyshin. Apo hetohet ai për trafiku droge apo jo? Ma kanë ardhur në zyrë të premten, kam patur një intervistë si shka me ju, me një Wall Street Journal, një gazetari që interesuar. Dhe ja kam shpjeguar dhe këtë, dhe informimi që i bëjmë publikut, përsa i përket Arubës, është gjëja më kotë. Ti nxjerrin ujë të zi Arubës, nuk ka asnjë gjë Aruba, është takim. Si ku ke shko në Hollandë, se Aruba është tokë holandeze, është një ishull ku bet pushime, ka qenë muaj, ta them dhe muaj kur ka qenë muaj janar, është bërë dhe pushim, është ngrënë dhe Aragosta, se ka shumë të mirë Aragostat në fakt atje, është ngrënë prodhime deti, është shijuar biznesmen nga Tirana, ka pas biznesmen nga Tirana, ka pas biznesmene nga Tirana, dhe ajo foto që thonë këta, nuk është bërë në Aruba, foto është bërë në Palma de Mallorca, edhe nuk ka asnjë lloj lidhje, së shpejti unë do bëj konferencë shtypi me të gjithë dokumentacionin dhe që ka ndodhur në Aruba, me Arturin, unë nuk kam çështjen penale të Tinës, pa kam çështjen e vetëm e pronave të Të sqaro pra, se kemi dhe një procedim tjetër atje. Tjetër nuk merren sepse ai procedim për Arturin nuk i intereson fare. Do të thotë këtë gjë, që ju mbani dy standarde avokat. Kur flisni për politikanët, të cilët edhe intimidoni kur thoni që kanë ardhur me një çantë dhe pastaj bëhen pasanik këtu, po e thjeshtoj se thatë. Tani do të them unë ka politikan. Po s'ka në Aruba politikan. Ama kur flasim për klientin tuaj dhe për një vend që dyshohet që do të vinin para të dyshimta këtu, thoni të kundërtën. O Aida, nuk është çështje paraje kjo që do vinë në Shqipëri, ishte çështje që Arturi ka tokat, biznesmenë në Shqipëri kanë shkuar atje dhe donin të investojnë te tokat e Arturit. Kaq është historia. Arturit ja pas kanë trashëguar. Kurse deputeti nuk pas ka drejt as trashëgojë te një banesë. Kush është deputeti tani? Kush është deputet? Kush ka ky deputet i majt që vikan nga familje feudalësh, çiftligarësh si vi unë edhe pas ka prona. Na gjej një deputet të majtës shqiptare, po qoftë edhe të djathtë, se nuk po i bëjmë më ashtu, më gjeni një deputet që vika nga familje që pas ka prona trashëgora çiftligje dhe unë të heq dorë pastaj. Gjë kryetari i grupit parlamentar PS-s është apo i PD-s. Kush është nga këta që pas ka që vika nga familje që pas ka prona. Më gjeno një pra. Po jo, po i më thuaj që mund t'i kem prona të trashëgora. Tani unë po flas. Jo, solla një rast që ju përmendet nga Shikoj, jo dhe shumë mirë bëre. Unë Arturi nuk është individ që i pa njohur në Shqipëri. Është një individ i cili ka filluar biznesin në 92-shin. Ti çfarë doje ai për familjen dhe për miqtë e vet. Ne po flasim për ndikimet që kanë në këtë vend dhe mënyra e implikimeve të mundshme. Nuk ka asnjë lloj implikimi. Arturi s'është marr kurrë me trafikim. Arturi nuk është marr kurrë, është marr me biznes, ka dhe një kompani në Shqipëri të regjistruar e cila bën ndërtime, e dini apo jo. Është një biznesmen i suksesshëm në Florida, ka një biznes shumë të suksesshëm, merret me riset dhe me ndërtime. Dhe këta tani u kujtua, më Altin Dumani dhe ja hodhi ai Arturi, po ja hedh ka edhe DEAS, edhe BI-t dhe organizmatus amerikane që din në fundin e botës me qa meret dhe nuk e di kanë Artusheu që nga në Amerikë. Po jeni mirë tani në logjikën, po mos ashtu fare. Altin Dumani po t'ishe i zoti, tani të them diçka unë që se dini këtu, se di asnjëri, ta them këtu tani, e dini kush toka e Zvërnesit. Toka e Zvërnesit, dini ku është? Sot që flasim. Toka në Zvërnes. Zvërnesi, ajo toka atje, dini kujt është? Sot. Jo, po ta dinim. Po ta them unë kujt është. Mos ka gjë se bëni kërkesë. Bëni kërkesë ashtu. Është për pretendim, po ato tjera që dyshojnë që po hetohet se ju është marrë, është tjetërsuar prona. E di, nuk është tjetërsuar asnjëri aty. Ata që pretendojnë tokën e Arturit janë të gjithë vuqër të familjes Arturit. Ka 900 vjet atje, ka marrë tokë me 751 dhe i quajnë aty dokumente. Tani soka, jo, dëgjoj. Tani ta dish, Aida. Kemi edhe këtë anën tjetër të hetimeve, për cilat
dyshohet se janë tjetërsuar e tjerë. Jo, si janë tjetërsuar fare. Atje, ajo rip toke atje, Arturi kufizohet me familjen Vlora, familjen Belerve të Lorës. Arturi dhe tani problemi është ky. Toka sot e dikujt është zvërnet si sot që po flasim. Jo, e dikujt është ati shqiptarët, për të athosh tani të atemi. është pronë e 2 vëllezërve nga Katari, është regjistruar në emër të atyre. Këta bëjnë lan kot tani, historinë. Nuk është me Artur Sheu, dhe ka shqitur po flasim, shqip. Është toka, është kaluar miqve të Edi Ramës nga Katari. Prandaj ju bllokuan ato llogaritë bankare, çfarë? Po llogaria, po jo toka u ka kaluar atyre pra. Toka ju ka kaluar zotrive. Po çfarë timi, ai e ka marrë tokën, çfarë timi do i bësh ti aty? A timi bëhet pa e shitur tokën ti. Jo kur toka i ka kaluar pronarit që ka bler pra. Kjo është historia. Artur ai Altin Domani po të donte, të jetonte tokën dhe të dalë bëj transparencë atyre protestuesve dhe ti thot, tokën nëse e jetojmë dot më tani, sepse tokën e ka marrë 2 biznesmenë dhe atyre biznesmenë nga Katari, miqtë e Edi Ramës dhe mikut e Edi Ramës, që flitet këtu dhe ngatroj dhe qupën e presidentit Amerikës. Pari asin loj lidhje fare atje, ngatroj për interesat e ti politike, bënde presion mua, tyja dhe njerëzve që ja ky ka qupën e atia, ja kishte lënë Donald Trumpi, shiko më ruajnë që qupën mua ati, po më sajden Davos, ruajnë qupën ti me këto historira. Jo, e banalizoj se kështë e tha Rama, nuk e tha shumë. Tani, problemi është që toka du të shqetësoju, toka sot që flasim, është e vëllezërve sirian që jetojnë në Katar. Nuk është më ase Artur Sheu, ase shtetit shqiptar. Tani këtë ta hetoj Spaku, bashkë me Altin Domanin, për cilin ju hidhni akuza kur sigurisht tokën nuk e keton do të më, sepse tokën e ka shitur. Projekti, mënyra, çfarë ka ndodhur, Spaku mund hetoj të gjitha çështjet. Po projekti që nga i bukur, dhe ju thatë, Albana Fajli së shimirë, që do të hetoja, ishtë në regull, e libri ishtë në regull, që da hetoj, se Albana Fajli unë nuk thash dosja për Shqipërinë, të libri ishtë edhe zvënesi. Doja të kuptoja vetëm një gjë, doja të kuptoja një gjë, si avokat, ku janë provat dhe nëse do opinion, ose bo më akuzon publikisht, unë pres nga ju, që jeni njohës i ligjit, nga ata që bëjnë opozit, ti qojnë provat atje dhe ti shojmë hap pas hapi. Kjo është ideja, kjo është qëllimi im. S'ka mund asë lloj emocioni, as nga e majta, as nga e djata. Shumë kollaja Ida. Marrëdhënien time ka me publikun. Edhe kur bëj një lloj oponence, e bëj se s'kam atë pjesën tjetër kundërshtuese. Edhe unë e kam me publikun. Unë e kam vetëm ata që ndjekin. Edhe unë e kam me publikun, sepse janë turrur këtë kohë si mbroj Ilir Metën, tani më janë turrur mua pse mbroj Artur Sheun. Artur Sheu është pronar. Artur Sheu është pronar. Jo Arturi, familja Sheu është pronare. Si që është familja ime, familja jote e kështu me radhë, çdo njeri që ka prona. Por të turresh tjetrit, se ka marrë pronën, e trashëguar të parve ti, jo, tani pyetja ime do të ishte me kë e ke luftën. Se të le të komentojnë, ti e ke marrë për sipër atë jo, unë nuk kam asnjë lloj ndjesie nga palaqot mediatik që ata që bëjnë nëpër media më shajnë mua apo në rrjetet sociale. Unë s'kam problem kësaj natyre. Them, nëse do flasim opinionit publik realitetin, problemi është kjo, që ne duhet t'i themi sa të vërteta. Kjo pronë është pronë e trashëguar, Artur Sheu është një pronar në mes 100 pronarve, siç ishte Abi Maltezi, një pronar i familjes Begea, që ka marrë pronën e tij. Kaq është shumë e thjeshtë. Të tjerat pastaj janë për konsum politik dhe për të bërë çfarë them unë aty, protesta e kështu të kësaj natyre. Tani, të shqetësohen shqiptarët që ajo toka aty ta mbledhin mendje, nuk është më as e Arturit, as e familjes Sheu, as e do kujt tjetër. Është e 2 vëllezërve nga Katari, të cilët e ka regjistruar në zyrën e ASHK-s së Vlorë. E keni aty, bëni një kërkesë ASHK-s dhe do shikoni pronar zvërnesit janë 2 vëllezër. Kjo është historia, ju se dini këtë, ju a thashun sot pra. E dini se dini këtë gjë. Diskutuar këto, nuk ose si janë diskutuar, ata që janë thelluar i dini informacione deri në çfarë faze është. Se ka dy realitete, realiteti i atyre që i kërkojnë në kryeministri transparencë për projektin, dhe realiteti atyre që din të hulumtojnë dhe të lexojnë në letra dhe që e kuptojnë se çfarë realisht ka ndodhur atje. Dhe unë këtë përpiqem ta ndaj, si ta ndaj. Pra çfarë është për konsum publik që me të drejtë duhet të na tregonte kush ishte projekti atje që solli pastaj protestën dhe që besoj kryeministri e mori përgjigjen për këtë, dhe tjetra është pastaj që unë nuk përjashtoj askënd ju dhe të tjerë persona të cilët thelloheni dhe e kuptoni diçka më shumë. Kaq është betejat pastaj janë tjetër gjë avokat. Betejat do të vazhdojnë, do të shohim pjesën e faqësisë së kryeministri tha, gabimit të ai do të jetë një projekt, se e tha dhe së fundmi, para 2 ditësh do jetë një projekt ambicios, do të jetë një projekt që do të lejë gjurmë. Ta bëj pra. Ta bëj, ata vëllet në Katari kanë, dhe po su bë projekti, i ka dalë garantet i Rama, do i marrin 300-400 milion
Shqipërisë ata se vrasin trurin më për këtë gjë. Ata kanë blerë tokën, ti dole garancie kryeministër, i thej do ndërtosh këtu bëj projektin, ata kanë bërë projektin, e kete dosja për Shqipërinë tek Albania File, edhe ata janë në rregull për këtë histori. Tu tani kusuret ka pronari që ka shitur tokën, pse duhet mbajt në gojë pronari, i cili kishit sot tokë, e ja ka shitur, investitorëve të huaj dhe bëj biznes. Pse duhet të mbaj kosto, pronari për këtë histori, ky është thelbi gjithë që unë duhet të nxaj. Kostot e tjera, ti mbaj Dirama, qofse ka bërë fol me ta, si ka fol me ta, pse ka involvuar për fshirë çupën e presidentit Shëbave. Pra, po jo Arturi s'ka lidhje fare me këtë histori. Po ta zbuloj Spaku pra. Po Spaku tani nuk zbulon dot më gjë se to ka shitur. Nuk zbulon dot më Aida. Ose i intimidoni me Aida, shiko, këtë telefonin e komandoj unë sa e kam unë në dorë. Në momentin që këtë telefonin unë e ndërroja punë tjetër, nuk e kam unë në dorë, dhe puna e tokës. Spaku, Alti Dumani, mu të bëndë ndërhyrje në momentin që toka nuk ish kaluar akoma në emër të vëllezërve nga Katari, nga Siria që jetojnë në Katar, biznesmenve që do investojnë, tek Zvërneci... Janë çështje teknike dhe do t'i analizojmë sërish. Këto nuk janë teknike, po qytetar duke dinë që toka s'është më, nuk është as e shtetit, as e familjes shqiptare. Vërtet mendon se shqiptarëve intereson kjo, kësaj të intereson klientit tuaj. Kjo intereson klientit tuaj. Jo, mua klienti më intereson faktike. Që ta dish edhe ti. Kjo çështje teknike të intereson ty si palë, por ideja që shqiptarët donin transparencë për të parë gjithë projekte, mos të hiqen njerëzit zvarr, është tjetër histori. Avokat. Po ç'pun ka Arturi ti e greqin zvarr, kjo është problemi, se njerëzit kjo ishte. Këtë diskutoje privatisht në Aruba kur shkoni prap ose kur çfarë? Aruba është fantastike, ja premtoj që duhet ta vizitoni Arubën se është bën pushime fantastike. Po me çfarë lekësh? Është tokë holandeze. Po s'kemi Arturin. Afër Venezuelës, është tokë një ishull holandez, afër Venezuelës. Edhe kalot fantastike se bet pushime 12 viti. Me që fole për Arubën, shkojnë këta njerëzit me para, nuk shkojnë do... Ja, s'ka zhjit keqe. Që ti bënë marketing tani për pushime. Vete 5.000 euro, a i kush ka 5.000 euro, mund vetë bëj pushime një javë, s'ka sin lloj probleme. Me gjithë biletën vajt i ardhje. Nuk është se bëra reklam, po të ne po ja bëjmë reklamën, se po krasim çdo ditë Aruba. Ato lekë që t'ja jepi Ilir Metës, bëj paketa Aruba dhe shënoj histori. Jo, unë kam gjë në Aruba, nuk kam kuriozitet. Paketa për t'ja dhënë, për t'i dhuruar atyre që i sugjeron. Avokat, për te nuancave të humorit, faleminderit që ishe me mua në studio sot, kemi prek çështje të nxehta me vendimarrje të rëndësishme, besoj se këto dy deri në fund korrikut të tilla do të jenë, duke parë pak agjendën, duke parë zhvillimet, punën e SPAK në subjektet caktuara, po veçoj ato që të mos ta fillosh bisedën nga fillimi ku ke ti skepticizmin tënd dhe punën e të bërit si avokat, kështu që do të jemi besoj sërish së bashku. Të doja. Faleminderit. Faleminderit.